Nafta nga sot shitet me 101.5 denar për litër, ndërsa janë shtrejtuar edhe benzinat, të cilat shiten me 95 dhe 93 denar për litër. Kjo në mënyrë të pashmangshme do të ndikojë në rritjen e çmimeve të gjitha produkteve, veçanërisht të produkteve bazë ushqimore. Nga LSDM-ja akuzojnë se kjo është një goditje e re ndaj standardit të qytetarëve dhe kërkojnë nga qeveria që urgjentisht të miratojnë masat. Цените на дизелот надминаа 100 денари за литар. За 43% се покачени во изминатите 6 месеци. Што значи, цените на храната повторно ќе растат, а владата на Мицковски не превзема ништо. Ценовниот бран сега ќе биде уште потежок затоа што половина од семејниот буџет на македонските граѓани оди на храна и пијалоци. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Kryeministri u përgjigj se Maqedonia ka inflacionin më të ulët dhe çmimet më të ulta të karburanteve. Ai tha se kjo situatë me çmimet e benzinave në bursën botërore do të zgjas dhe se qeveria po shqyrton miratimin e masave, por nuk specifikoi se çfarë masash do të jenë ato. Да, планираме, имаме јасна стратегија, имаме јасен план. Според нашите анализи ова ќе потрае, може да потрае и неколку години. Оваа состојба што се случува во заливот, така што внимателно ги повлекуваме чекорите за да не ја нарушиме макроекономската стабилност во државата, а од друга страна да обезбедиме убедливо најниски горива за граѓаните и за индустријата во Македонија. Pas korrigjimit të ri të çmimeve të karburanteve i cili ka hyrë në fuqi gjatë natës, rritjet më të mëdha ka shënuar dizeli, çmimi i të cilit është rritur për 3 denare gjysmë për litër, duke arritur në 101.5 denar, ndërsa benzina do të shiten me 93 dhe 95 denar, përkatësisht me një rritje prej 1 denare gjysmësh për litër, krahasuar me çmimet e deritanishme.